Shqipëria e lirë 100 vjet. Qelin e kaltër janë shpërndarret, sot ka vetëm shpres. Shqipëria e lirë 100 vjet. Mbretre shëmbretje me shekuj për jet, prandaj buzë qeshti. Mirë se keni ardhur. Jam me dy drejtues të lartë Alp Telecom dhe Eagle Mobile, zoti Osman Dinler, zëvendëtori i përgjithshëm dhe drejtori i grupit administrativ, dhe zotin Aleksandar Kadiqi, zëvendëtori i përgjithshëm dhe drejtori i grupit të shitjeve në Alp Telecom dhe Eagle Mobile. Për më gjërë po ua kaloj fjalën atyre. In an economy in every country, telecommunication is Në një ekonomi të një vendit caktuar, telekomunikacioni është lojtari kryesor, është një lojtar kyç. Dhe gjëja e parë që kemi bërë dhe që nga gjërat më të rëndësishme që kemi bërë është ndryshimi dhe rinovimi i infrastrukturës në gjithë Shqipërinë, përfshi edhe rajonin e Gjirokastrës, një infrastrukturë e cila është ndryshuar apo le të themi po mbyllet tot ditë në ditët e fundit të këtij viti. Në 2 vitet e fundit pamja ka ndryshuar në tregun tonë, investimet e Alp Telecom dhe Eagle Mobile kanë ndryshuar, rrjeti fibrave optike është shtuar në gjithë Shqipërinë, komunikimi tashmë është elektronik dhe nuk është më manual. Për këtë arsye jemi sot këtu. Dhe në qoftë se do të shikoni gjithë standardet e Bashkimit Evropian në shërbimet që jepet në telekomunikacion, në Shqipëri këto standarde mund t'i gjeni në Alp Telecom dhe në Eagle Mobile në shërbimet që ofrojnë, në shërbimet e integruara që ofrojnë këto dy kompani. Dhe siç e thash, Gjirokastra është një vend shumë i bukur, është një vend që unë personalisht e preferoj dhe dua shumë, dhe më bëhet qefi që jemi sot këtu për të lançuar çeljen e këtij dyqani të ri, së bashku me kolegët dhe për të thënë se çfarë shërbimi shumë kemi sjell atyre. Dhe preferoj ta them gjuhën time, thotë ju them ta gëzoni këtë dyqan sepse është juaj. Thank you. Faleminderit. Përshëndetje të gjithëve. Tani unë jam përfaqësuesi i grupit shitjeve dhe normalisht si shitje jemi jashtëzakonisht kënaqur që mund të ofrojmë shërbimet tona më moderne në qytetin e Gjirokastrës. Tashmë Alp Telecom dhe Eagle Mobile, siç zoti Osman e përmendi, ka bërë investime kolosale në infrastrukturë dhe tani është momenti që këto shërbime ne t'i apërçojmë klientëve tanë në gjithë Shqipërinë. Përmbyllja e aktivitetit të investimeve është hapja e një dyqani të ri. Hapja e dyqanit të ri është ai që përmbyll ciklin. Ne jemi gati tani të ofrojmë shërbimin ton te klientët. Investimet nuk do ndalen për sa i përket teknologjisë, por mund të them domethënë që teknologjia jon tani ofron gjithçka. Siç e keni parë në spotin ton publicitar të 100 vjetorit të Alp Telecom, ne kemi mundësi të ofrojmë 100 megabit për sekond. 100 megabit për sekond është një shpejtësi interneti e standardeve botërore që mund të shijohet në vendet e Komunitetit Evropian dhe tashmë edhe në Shqipëri, fal investimeve të Alp Telecom në infrastrukturë. Ashtu si Alp Telecom dhe Eagle Mobile po ofron shërbimet e veta më të fundit. Ne morëm licencën në muajin dhjetor, pra para pak ditësh morëm licencën e 3G-s dhe ne do jemi afër klientëve tanë me shërbimet e fundit, me internetin më të shpejt, 3G në vërtet, dhe ata klientë vërtet do ta shijojnë se ç'është 3G-ja duke përdorur Eagle Mobile. Mbretre shëmbretje me shekuj për jet, prandaj buzë qeshti, buzë qesh, ardhmja e bukur që thrihet na pret, prandaj buzë qesh. Mbretre shëmbretje me shekuj për jet, prandaj buzë qeshti, buzë qesh, ardhmja e bukur që thrihet na pret, prandaj buzë qesh. Shumë prezent në gjithë edhe me punësimin dhe me sidomos në shërbimin, kështu që unë gjej rastin të falenderoj për këto shërbime që ofrojnë dhe në Gjirokastrës. Aslında Gjirokastra ne kadar övülseniz o kadar azdır. Ju sa do të krenoheni me Gjirokastrën është pak, thotë, sepse Gjirokastra meriton më shumë. Jam ndër të parët që kam marrë nga Turqia për këto investime në Shqipëri në 2005 dhe kam marrë edhe 10 herë Gjirokastër dhe kam ndetur.
Dhe sa herë që vi thot prapë ndjej veten mirë, prapë më duket e bukur, nuk është një gjë që e kam parë një herë dhe e kam kaluar. Dhe unë mendoj që ju jeni me shumë shans që shërbeni në bashkinë e një qyteti që është me të vërtetë i bukur. Ne me thotë jemi një vend mik, thotë një vend vëllave, kështu e shikojmë, falenderoj shumë se sido që të jetë kur dikush një farë mënyrë ta vlerëson punën, thotë ne vetë ndjehemi krenar. Son yıllarda epey yatırımlarımız oldu. Alt Telekom uygulamaları. Në vitet e fundit janë bërë një sër investimesh, si Alp Telekom, po edhe si Eagle Mobile. Bütün Arnavutluğu baştan aşağı büyük ölçüde bir fiber anlamında ağıyla şey yaptık, donattık. Dhe është punuar që nga Veriu deri në jug deri këtu Shqipërisë për sidomos për shtrimin e fibrave optike që ishin nevojshme si infrastruktura e. Geçen sene itibariyle büyük ölçüde yatırımlarımız tamamlandı. Dhe vitin e kaluar në pjesën më të madhe të vendit këto investime janë përfunduar. Şimdi sıra ürünlerin servisleri yeni platformda sunmaya geldi. Dhe ka ardhur rradha që neve të ofrojmë shërbime të reja, në platforma të reja, në ambiente të reja. Bunu da sunarken tabii Girokastır aslında Arnavutluğun en güzel yerlerinden, en büyük güzelliklerinden biri. Onun farkındayız. Dhe kur bëjmë këto, do të ishte shumë e mangët në rast se ne nuk do të ishim Gjirokastër, nuk do të ishim prezente, do të ofronim ato, i duhet të ofrojmë pasi është një nga vendet më të bukura të Shqipërisë. Bu güzelliğin karşısında hani bir nebze de olsa bir şeyler yapabilmek için bugün bir Avrupa'da da bile olabilecek en modern mağazalardan birini, shoplardan birine açılış için geldik. Dhe sot, siç edhe mund ta keni marrë vesh nga kolegët tanë, erdhëm për të çelur një dyqan që mendojmë që është një standard ose sjell një standard në shërbimin, një standard evropian të një shërbimi ndaj qytetarëve. Mbretëresha mbreti me shekuj për jetë, prandaj buzë qesh, ti buzë qesh, ardhmja